u tremën nga të rinjtë tanë, sepse ata e din më mirë se kushdo, që kur rinia qohet, pushteti korruptuar fillon të bjerë. Na akuzojnë se ne përdorim fëmijë. Dhe kush? Këta, që fëmijët i përdorin për statistika, që i përdorin për propagandë, këta që fëmijët i përdorin si dekor në për fushata, këta që u boshatisën klasat, u zbrazën qytetet, u mbytën ëndrat. Po, ju që i detyruat ikni nga ky vend, ju që i detyruat të punojnë në kushte shnjerëzore, në landfille e incinerator që nuk ekzistojnë, a e harruat Ardit Gjoklën dhe landfillin që e përgjakët me gjakun e ti. Dhe sot, ju keni guxim të na flisni për moral. Kush? Ju që arrestoni fëmijë 12 vjeçar, ju që godisni gra në protesta, ju që përdorni uniformën për të mbrojtur pushtetin e për të goditur qytetarin. Kujtoni se do na tremni me burg?